Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kur të mësoni se çfarë kurojnë në manat e bardha, nuk do mendojeni dy herë që t'i konsumoni. Ky frut magjik mund të gjendet kudo në mënyra të ndryshme, por në mjekësinë alternative mani përdoret edhe nga gjethet, lëkura e pemës dhe sigurisht edhe fruti. Përfitimet janë të shumta, duke nisur që nga kontrolli i diabetit deri te kolesteroli. Këto veçori mani ka falë substancave që kanë efektin antioksiduesi si antiocianina. Në mjekësinë bimore, mani i bardhë përdoret për të trajtuar këto probleme ose shqetësime shëndetësore si ankthi, artriti, kapslëku, kolla, tensioni i lartë, kolesteroli i lartë, diabeti dhe sistemi i dobët imunitar. Studime të shumta vëzhguan se konsumi i manit të bardhë në formën e frutit arrin të ultën nivelin e sheqerit. Pasi përmban enzimat që gjenden te ky frut, organizmi nuk përthith ni sështen që gjendet ose përdoret në përgatitjen e disa ushqimeve. Ndërkohë, për sa i përket kolesterolit, nëse konsumohet mani i bardhë për një periudhë 4 deri në 8 javë do të vihet re, një ulje e kolesterolit dhe triglicerideve në gjakun tuaj. Mani i bardhë është një nga frutat më të mirë të dietës së përgjithshme dhe si e tillë duhet jetë me patjetër prezent në dietën tuaj. Ai njihet edhe për fuqinë e veçantë që ka kudo në përdorimet e tij. Përfitimet janë të shumta duke nisur edhe nga vlerat e tij më të mira për trupin. Në mjekësinë bimore, mani i bardhë përdoret për të trajtuar probleme dhe shqetësime si ankthi, artriti, kapslëku, kolla, tensioni, kolesteroli i lartë, diabeti dhe sistemi imunitar. Studimet të shumta vëzhguan se konsumi i manit të bardhë në formën e frutit arrin të ulta nivelin e sheqerit. Pasi përmban enzima që gjenden te ky frut, organizmi nuk përthith ni sështen që gjendet tek produktet e tjera. Edhe pse ky frut është bimor, efektet e kalimit të dozës rekomanduar janë të shumta, duke nisur nga diarreja, marramendja, kapslëku ose fryrja e stomakut dhe e zorrve. Prandaj këshillohet që të nisni të konsumoni këtë frut në mënyrë të moderuar derisa trupi të reagojë mirë. Për personat që marrin medikamente për trajtimin e kurimit të diabetit, është e këshillueshme të mos konsumohet ky frut. Si gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se ta merrni atë në përdorime të afatgjata. Në mjekësinë popullore, mani cilësohet si një nga frutat më të rëndësishëm për shëndetin dhe përfshirja e tij në dietën tuaj të përgjithshme mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përfitime të mahnitshme në dobi të shëndetit. Mani është një pemë shumë vjeçare, e cila mund të rritet në zona të ndryshme të vendit. Fruti i manit përdoret si ushqim ose në prodhimin e rakisë. Gjethet e manit të bardhë dikur përdoren si ushqim për krimat e mëndafshit, për prodhimin e mëndafshit. Fruti i manit është i ëmbël dhe i shijshëm, përbëhet nga një sferë imët e lidhur me kokrat. Mani i zi ka një ngjyrë të fortë e cila është e vështirë të hiqet nga rrobat dhe lëkurat. Mani i bardhë është një pemë që shkon deri në 10 metra lartësi. Për qëllime kurative përdoret manat, gjethet dhe lëkurat. Në kokrat e manit gjendet vitamina B1, B2, C, gjithashtu flavonoide, acidet organike, lëndët pektin, ngjyrose, hekuri, sasi të konsiderueshme sheqeri, përfshirë këtu glukozën, fruktozën, saharozën, në far gjendet edhe vajra yndyrore. Në sajt të eksperimenteve farmakologjike është vendosur se lëndët të rrëshirë që gjenden te manit janë të afta të ulin tensionin e gjakut. Manat e bardhë kanë cilësi antiinflamatore, antidepresive, kundër kollës së thatë dhe lehtësimin e urinës, si dhe veti shëruese të plagëve. Lëvoshgat e trungut dhe degëve kanë veti shëruese të plagëve, kurse gjethet ulin ethet e forta. Kokrat, lëngu dhe gjethet përdoren edhe në bronshit, pneumoni dhe astmën bronkiale. Për shërimin e diabetit dhe sheqerit më shpesh, shfrytëzoni pluhurin nga gjethet e thata të manit të bardhë, të cilat ja heqin edhe elementët ushqyes të saj. Mani i zi mund të gjendet i kultivuar në përkopshte të ndryshme. Në mjekësinë popullore përdoret fruti dhe gjethet. Frutat e manit të zi konsiderohen të freskëta dhe janë gjithashtu shumë të shëndetshme. Prej tyre përgatitet reçelsi dhe shurup fantastik. Manat përmbajnë rreth 9% sheqer, acid organik, tanin, kripra të ndryshme të tjera. Në ditët e ngrohta, ato mund të përdoren edhe për të shuar etjen.
Pekmezi përdoret edhe në stomatite dhe faringite. Në këto raste, lyen goja dhe gryka me pekmez, sidomos në mbrëmje para fjetjes. Pekmezi përdoret gjithashtu në mjekësi kundër anemisë, duke u dhënë edhe të vegjëlve 2 deri në 3 lugë në ditë. Manat e pjekura përdoren edhe në luftimin e krimbave dhe parazitëve të aparatit tretës. Me lëvorën e degëve dhe gjetheve të manit përgatitet një çaj i cili është i përshtatshëm për larjen e gojës në raste kur keni dhimbje të dhëmbit. Gjethet e manit të shtypur bashkë me vaj në trajt pomade përdoren në mjekësi për të lehtësuar djegje të ndryshme. Gjethet e manit përdoren për uljen e tensionit të lartë. Çaji i përgatitur mund të bëhet gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë. Duke ndjekur këto hapa, mund të merrni dhe përfitimet e çajit. Merrni 6 gjethe të pastra dhe i zjeni në 150 ml ujë. Uji zjehet derisa të mbetet 1/3 e tij. E kulloni dhe pihet menjëherë. Vazhdojeni këtë pije për 5 deri në 6 ditë. Në sëmundjet e mëlçisë veprohet në këtë mënyrë. Merrni 2 grushta me filiza të rinj të manave nga ato të cilët nuk kanë filluar të prodhojnë fruta dhe coptëzohen. I vendosni të zjejnë në 1 litër ujë për 1 orë. Kur lëngu i fituar të merret nga një lugë gjethe 3 deri në 4 herë në ditë. Gjithashtu është një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj. Frutat e freskëta dhe ato të thata mund të bëhen verë dhe raki dhe mund të përdoren edhe si lëngje komerciale, veçanërisht në frutat e manit të zi. Frutat e manit ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të njeriut. Ato përmbajnë antioksidantin rezervator, një antioksidant që studiuesit citojnë se shton jetëgjatësinë, parandalon edhe probleme neurologjike. Manat përmbajnë alkaloidet të cilat aktivizojnë qelizat e bardha të gjakut për të qenë më aktiv ndaj veprimeve të agjentëve të jashtëm që kërcënojnë shëndetin, pra rrisin imunitetin. Ato ndikojnë në mbajtjen e niveleve të balancuara të sheqerit në gjak, citojnë ekspertët e Healthline. Frutat dhe gjethet e manit kanë gjetur përdorime të larmishme në dobi të shëndetit. Përfshirja e tyre në ndihmë të madhe për vlerat e trupit mund të jetë gjithashtu një zgjidhje vërtet e mirë. Me origjinë nga Persia, manat janë një zgjedhje efektive në dobi të organizmit. Ato mund të konsumohen në forma të ndryshme dhe përfitimet që do të merrni nga konsumi i këtij fruti të veçantë do ta bëjnë atë një ndihmë mjaft të madhe në dobi të organizmit. Manat të bardhë ose edhe ato të zinj mund të konsumohen në forma të ndryshme për të ndihmuar organizmin të bëjë ballë një sër komplikacionesh. Përfshirja e këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj është një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Si e tillë, mani mund të konsiderohet një nga frutat më të rëndësishëm. Atë mund ta përdorni edhe në formën e pekmezit ose në recetave të ndryshme ushqyese, duke ndihmuar kështu në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplekseve të ndryshme që i kanosen atij. Ai përmirëson tretjen. Fibra dietike të manit zi përmirësojnë tretjen dhe lëvizjen e zorëve, duke parandaluar kapsllëkun, fryrjen, gërçet, për më tepër, fibrat ulin nivelin e kolesterolit. Përmirëson qarkullimin. Mani i zi përmban nivele të larta të ekurit, të cilët rrisin prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe lehtësojnë mbushjen me oksigjen të organeve dhe indeve. Rezervatroli që përmban mani i zi relakson enët e gjakut dhe përmirëson qarkullimin dhe rregullon presionin. Antocianina, vitamina A dhe C që përmbajnë polifenole dhe fitonutrient që japin manit të zi fuqinë e rëndësishme antiproblem. Ky frut konvertohet edhe në përmirësime të mira kundër radikaleve të lira. Ndihmon në përmirësimin e shikimit tuaj. Zeakantina e manit të zi zvogëlon stresin oksidues të qelizave të syve dhe parandalon gjithashtu dëmet e radikaleve të lira dhe problemeve të tilla si katarakta dhe degenerimi makular. Ai është një nga frutat mbështetës më të mirë në shëndetin e syve. Mund të përdoret si një anti-inflamator. Gjethet e manit të zi kanë veti anti-inflamatore që janë veçanërisht të dobishme kundër sëmundjeve kronike si artriti. Çaji bimor i gjeteve të manit të zi mund të jetë një produkt shumë i rëndësishëm edhe kundër dhimbjeve të kokës. Prandaj përdorimi i tij në dietën tuaj mund të jetë edhe një zgjedhje mjaft efektive në dobi të organizmit. Mos harroni se mani i zi mund të konsumohet në forma të ndryshme, por edhe ai i bardhë do të rrisë vlerat e trupit. Vëmendje, informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.